Edhe vendin tonë, pse jo? Shqiptarët që janë në Amerikë, po dhe vendin tonë. Dhe nevojat që ne kemi si shqiptar është shumë e rëndësishme. Dhe më beso unë do punoja për këta të rinj. Do punoja dhe do të ndihmoja që këta të ecin në rrugën e tyre. Nuk ka rëndësi partitë politike, nuk ka rëndësi. Ne e dim se kush janë problemet që shoqëria ballafaqohet dhe dim të analizojmë se si të zgjidhim më të mirën për të gjithë shoqërinë këtu në Amerikë. Prandaj do t'ja dija shumë përnder që sikurse bëjmë programe kulturore që tregojmë atë kulturën tonë të mrekullueshme, të fillonim dhe të ndërtonim brezat e ardhshëm që të na përfaqësojnë në të ardhmen. Do të zgjedheni në Senatin e Michiganit dhe unë besoj që do zgjedheni. Si do ruani kontaktet me qytetarët të drejtë për treja? Si do siguroheni që këta zgjedhësit që ju i trokitët në derë, zëri tyre do dëgjohet atje në Lansing? Këtu vjen edhe pjesëmarrja në politikë. Problemi që është sot edhe midis Partisë Republikane dhe Demokrate është town halls. Vendet ku njerëzit takohen dhe ku vinë nga partitë të ndryshme për të pyetur këta përfaqësues ose këta kandidat se çfarë qëndrimi mbajnë. Dhe ka shumë nga përfaqësues që nuk paraqiten fare në popull ose të krijojnë këto town halls ose të krijojnë takime me popullin. Unë nuk premtoj që të bëjmë mrekullira, sepse jam njeri i zakonshëm si të gjithë ju, pavarësisht se kam hyrë kësaj rruge që është aq sa e vështirë, po dhe edhe rewarded në të njëjtën kohë, të jep shpërblimin për diçka që ti do ta vësh në jetë. Por do t'ja dija shumë përnder që në momentin kur unë të zgjidhem, unë do krijoj këto town halls. Do jem pjesëmarrëse përmes këtyre eventeve që dua të krijoj dhe dua që të kem sa më shumë njerëz që të vinë, të më shprehin shqetësimet e tyre. A do t'i bëni në shqip apo në anglisht? Në Partinë Demokratike po krijohen pamflete në të gjitha gjuhët e ndryshme të komunitetit që jetojnë flas për distriktin 10, edhe për Macomb County, në të gjitha gjuhët dhe një nga gjuhët do jetë shqip. Shumë bukur. Çfarë do lloj gjuhë, këto pamflete do jenë në të gjitha gjuhët e komsive që jetojnë në Macomb County apo në Amerikë dhe do bëhen të mundura që të gjithë të kenë të drejtë të lexojnë pavarësisht se flasin apo jo. E themi, është vendi i diversitetit, është vendi ku jetojnë shumë komsi, kështu që po. Tashmë, kjo është pyetje politike. Në politikën amerikane shpeshherë ndarjet partijake, si di ti më mirë se unë, janë shumë të forta. Edhe kohët e fundit, përpjekjet bipartizane janë zvogluar ndjeshëm. A jeni gatshëm të bashkëpunoni me përfaqësues të Partisë Republikane për një projekt bipartizan për të mirën e bashkëqytetarëve tuaj të distriktit 10 apo të gjithë Michiganit? E di se ku kam dhënë intervistën time të parë gjatë primareve? Jo, nuk e di. Tom Sokol është republikan. Dhe kam qenë në zyrën atij dhe kam dhënë intervistën, kam qenë me një shoqen time amerikane, që do të thotë që kur vjen puna për çështje që kanë të bëjnë me popullin, unë nuk përfaqësoj vetëm demokratët, unë përfaqësoj të gjithë popullin e distriktit 24. Dhe kur folëm më herët për familjet që kemi republikan dhe demokrat, ne jemi në familje dhe kemi ide të ndryshme. Nuk mund të përjashtojmë njerëzit që nuk bien dakord me idetë tona. Por demokracia është të diskutosh, të ulesh në tavolinë, në atë agorën e vogël që është tavolina, ku fillon edhe ekonomia shtëpiake. The kitchen tables. Kitchen table, aty ku çdo gjë që ndodh me affordability, me health care, me edukimin, aty fillojnë dhe debatet konstruktive për të ndihmuar shoqërisë. Jam e hapur të bashkëpunoj dhe me independent, edhe me republikan, dhe me demokratët e mi. Sigurisht që
Kushdo që ka të drejtë, do vihet vetëm në funksion të popullit. Me këto shprehje ti më binde që ke qenë një mësuese e mirë dhe do të jesh një politikane e mirë. Nxënësve të mi gjithmonë u them që ju jeni lidera, sepse edukimi të lidh me drejtuesit e së ardhmes. Dhe nëse nuk ke një edukim të mirë dhe nuk ke mësues që të jenë role models për këta nxënës, nuk ke lidera të mirë në të ardhmen. Ato që mbjell sot do ta korrosh nesër. Dhe është shumë e rëndësishme që të krijosh të kesh sistem të mirë për çdo gjë që ka të bëjë me jetën publike, që çdo gjë të vazhdojë për mijëra vjet në të njëjtën mënyrë. Unë pres atë të fundit fare që të kemi senatoren shqiptare atje në Lansing, edhe të trokasim në derën e kësaj senatore të themi shikore se ka ca punë ajo zona. Kur isha në Lushnjë, edhe siç dihet, ne kemi nxjerrë shumë mësues që i kemi çuar në zonat më ndryshme të Shqipërisë. Dhe këta mësues nderuar më kanë dhënë mësim. Dhe do kujtoj mësuese Izminin, ka qenë mësuese fillores. Dhe po lexonin për Skënderbeun. Dhe ishte një pjesë para se të fliste Skënderbeu dhe thoshte që ke këtë trufën me thupra. Po. Dhe i tha trimave që kishte vërdall, i tha, thyeni këto thupra. Edhe ata thanë, provuan, nuk mund t'i thyejmë dot. Edhe Skënderbeu i tha që nëse ti i thyen një nga një, ti arrin qëllimin tënd. Çfarë do të them me këtë? Do të them që unë jam vetëm një person i vetëm. Dhe unë si e lira, nëse nuk kam mbështetjen e njerëzve, dhe në këtë rast të shqiptarëve të mi, pavarësisht çfarë partie politike i përkasim, unë e vetme nuk mund bëj dot gjë. Por nëse kam shqiptarët dhe njerëzit që do më mbështesin, atëherë unë arrin që të shërbej sa më mirë këtij populli. Dhe do isha shumë krenare që shqiptarët të më mbështesnin, nuk janë perfekte, nuk do bëjmë mrekullira, por do përpiqem të bëj më të mirën duke dëgjuar, duke qenë pjesëmarrëse përmes takimeve të ndryshme me popullin. Vetëm kështu mund të arrit të dëgjoj zërin e tyre dhe mbi të gjitha duke qenë ata pjesëmarrës në këto takime, pavarësisht nëse jam unë apo përfaqësues të tjerë. Unë përmenda edhe një herë fjalën mësuese, e në këtë mes do ta mbyll me këtë fjalë. Të mësojmë shqiptarët të votojnë për shqiptarët, për kandidate si e lira, që dinë të luftojnë, dinë të kërkojnë interesat e kombit shqiptar, e shqiptaro-amerikanëve edhe të zgjedhësve të saj, dhe të urojmë fitore në zgjedhjet e 5 nëntorit, të kemi këtu në Michigan edhe një kandidate e cila arrin në finish, jo sepse të tjerët nuk kanë qenë me vlera, po betejë është betejë, gara është garë, dikush shkon deri në fund, dikush mund të ketë fat, dikush nuk ka të fat, dikush e ka më të ashpër luftën politike, por megjithatë, ajo që na karakterizon ne shqiptarët do thosha është besimi, forca e vullnetit, gjë që shoh tek ju dhe të uroj fitore. Faleminderit Rafael, është kënaqësi që vi në këtë studio, po e them edhe një herë, dhe është kënaqësi të flas shqiptarëve të mi, dhe bashkimi bën fuqinë. Vetëm këtë do them. Ta lem pra me fjalën e Skënderbeut, edhe ne të presim përfundimin e kësaj faze, tashti do të hysh në një fazë çik më të vështirë, por ne krijuam besimin se do kemi një fituese, edhe një herë të lira ju uroj sukses. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund emisionit tonë Argument, me fituesen e garës në primary, në zgjedhjet paraprake në distriktin e 24 e Dlira Sako, e cila na bën krenar për fitoren e saj, për angazhimin e saj, dhe të bashkohem me ju në urimin, sikur se i thash asaj drejt për një fitore në zgjedhjet përfundimtare. Ta kemi edhe ne një shqiptaren tonë atje në Lansing,
që të dim të trokasim kur kemi halle edhe kur s'kemi. Dhe të festojmë së bashku edhe 28 nëntorin në Lansing. Ju faleminderit që ishte në studio. Faleminderit.